Ajdeni, që me lujt video lojra, është për shëndetin me ndosh shumë a mirë dhe keni knatësi matë madhe në jetë. Me që kënë në punë, jesi dë që lujnë kam tere, me nejtë gjithë në lume në internet, me pishë sytë. O de, edhon që shto komendu, por japonezët po thonë ndryshe. Në një studim të ri në Japoni që është kryer në mbi 100.000 persona nga mosha 18 deri në 65 vjet për 5 vite rresht, thotë që me lujt video lojra e rrit knatësi në jetë dhe keni shumë më pak stres, edhe keni shëndet mendor shumë të mirë se sa të tjerët. Në këtë studim thuhet që personat që luanin 1 deri në 3 orë në ditë video lojra raportonin nivele më të ulta të stresit dhe ankthit për kundrejt atyre që nuk luanin lojra. Kjo për arsye që lojrat lidhen me lirimin e dopamines apo ndryshe qysh njihet në tru edhe si langu i lumturisë dhe i shpërblimeve. Kështu këta njerëz ishin edhe më të lumtur. E sa i përket knatësisë në jetë, njerëzit që luanin video lojra për shkak të ndërveprimit me të tjerë që luanin bashk apo multiplayer që njihet në zhargonin e video lojrave, dhe ata që luanin video lojra me strategji kishin plane edhe ishin më të aftë t'i arrinin ato në jetën e tyre. Pra me një fjalë, me lujt video lojra keni shëndet mendor më të mirë edhe jetë më të lumtur. Ja, akordo e pak. Ose ma mirë me thonë që te pak në dyzen. Qërët ashtë se ndoshta edhe me maru bishta është ma pak stresuse. Mirë po, për shkak të studimit, unë po i them, luani video lojra. Opa!